Vektore, çfarë ndodhi? Pse të morën ty aty? Po, unë isha ushtar. Çfarë ishe? Ushtar. Nga ushtar ti ke fituar të drejtën aty? Ushtar i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ishit ushtar, mos më thoj, tani ushtari qethur zero. Ti ke qenë po, sigurisht. Ishte kokën e qethur zero? Isha në kokë të qethur zero. Ore, keni foto me kokë qethur zero duke dhënë lajmet? Si duket ishte freskuar koka, kupton, edhe merrte ajër. Dhe ju ishit ushtar këtu në Tiranë? Isha ushtar të regjimenti helikopterëve. Në Fark? Në Fark. Po? Tani për nga Vlora do të thonë aty? Po, për të ardhur aty, mbarova maturën dhe kisha 2 motra mbi maturën në Vlorë? Në Vlorë. Kisha 2 motra mbi vete, të cilat u kishte dalë drejt e studimit dhe ne të tjerët që vinin mbrapa ishim të djegur. Ishte një rregull, nuk lejoj më shumë se një, ne kishim 2. Ne kishim 2 dhe jo më i treti dhe i katërti pas. Dhe dritroa Golli tha atë të famshme që nëse do ishin vëllezrit Frashi sot tha do jetonin sot tha, vetëm Avdyli tha do ishin me shkolltar tha, Samiu dhe Naimi tha nuk do kishin diplom tha. Po, shumë e bukur. Edhe aty në regjimentin e helikopterëve zhvilloi një takim teatror midis regjimenteve dhe fati i madh ishte që ne na erdhi përgjegjësore Marie Logoreci. Wow! Për mua ishte një ëndër, po kur erdhi aty, domethënë unë u befasova sepse unë në tërë vitet e gjimnazit edhe në 8 vjeçare në Vlorë isha aktivizuar me teatrin e profesionist të Vlorës. Ashtu sikundër bënim edhe këto konkurset takime teatrore midis shkollave të mesme ku unë u dallova dhe isha një ndër personazhet që teatri profesionist i Vlorës më troqi si figurant, domethënë si amator për të më aktivizuar në ato pjesë teatrore që kishte nevojë për rolet të dyta dhe të treta që nuk i plotësonin dot aktorët profesionist. Kështu që unë erdha i mbartur me atë mendim dhe ishte një kënaqësi e madhe që Marie Logoreci do të vinte dhe do të vinte në skenë me ne një dram Mulliri Kosbardit në mos gaboj dhe ajo më dha rolin kryesor. Aty u dallovan në shkollë. E dham në ushtri, në repart gjithmonë. E dham aty në skenën kur sot kisha Katoliket e Rrugë e Kavajës, ajo ishte kthyer në një teatr për rinin mos gaboj. Një diçka e tillë, domethënë. Edhe prej aty domethënë unë u dallova në rolin kryesor që më kishin dhënë me superlativa, u takova për të parë aty me Kadri Roshin, me Violeta Manushin, me disa aktorë të tjerë të mëdhenj të teatrit popullor. Pas sa muesh rastisi që në regjiment ishte oficer dhëndri i një prej shefave kryesor në Radio Tirana dhe më thot Dimitër, thot ti me këtë zë, thot, me këtë statur dhe me këtë njohuri, thot, që ke për artin, thot, bëhet një konkurs, thot, në Radio Tirana, thot, mund të shkosh, thot, do të them unë, thot, datën kur do të organizohet. Dhe në fakt ashtu ndodhi, në datën dhe orën e caktuar, unë mora leje nga regjimenti, edhe shkova atje, edhe me thënë të drejtën, u gjenda mes mbi 300 konkurusve të ardhur nga gjithë trojet shqiptare, mësues, inxhinier. Për speaker në radio? Për speaker, sepse ishte hapur konkursi, domethënë kush dëshironte të vinte, kush vende të vinte të konkuronte. Dhe ishte atëre që emërimet kush marronte shkollën, emërimet ishin më të shumta të fshatrave, e kupton, fshatrave të largët. Dhe njerëzit për të shpëtuar, domethënë, sipas mundësive dhe aftësive, mendonin që mund të konkuronin dhe të bëheshin edhe ata pjesëtar të Radio Tiranës. Çuditërisht në fund pasi më dëgjojnë, e kupton, një entuziazëm i madh, ka ardhur një Kiço Fotjadhi i dytë në Radio Tirana. Atëherë duhet të theksoj që Kiço Fotjadhi ishte speaker i parë i televizionit shqiptar. Njëkohësisht ai ushtronte të dyja speakerimet edhe në radio edhe në televizion. Por e kishin dënuar për një arsye në biografi dhe ishte larguar nga mikrofoni i radios. Nuk e di, diçka e kishin spionuar, diçka në një scenë në biografi, por shumë të largët që dhe kishin hequr, nuk edhe kishin hequr për Kiço Fotjadhi. Kiço Fotjadhi. Po, atë njeri të jashtëzakonshëm, atë
të pakthyeshëm, e kupton, që nuk besoj të përsëritet më për atë timbrik, për atë forcë, për atë potencë, për atë staturë. Do të pyes për këto. Tani vazhdojmë ty. Ti edhe konkursin dhe të gjithë erdhi një Kiço Fotjadi 2 dhe kjo më emocionoi, domethënë, sepse unë njihsha Kiçon, jo vetëm që ishte i mariote, ishte patriote. Çka kanë nxjerrë i Mara, po se do pyes. Por në prove sipër, nga emocioni filluan duart më dridhen dhe më ranë të gjitha letrat. Letrat në tokë. E kujt nuk i ka rënë atij që ka dalë për herë të parë? Ishte emocion shumë i madh, sepse unë e lidhja vetën me avenirin, me të ardhmen, edhe doja që... Do të ranë letrat? Ranë letrat. Çfarë thanë ata? Ranë letrat, por nuk ra bindja në vete që unë do të ta bëja dhe do të realizoja dhe do fitoja se s'bën, domethënë atë kështu. Pastaj më thanë në fund që shko, se pas disa ditësh ne do ju njoftoj, më thashun, po ç'ne tani të gjithë këta të tjerë që kanë ardhur me shkollë lartë, me gjithë ato njohuri, me kështu unë ushtar, do më japin mua. Ushtar Kukazero? Po sigurisht. Po kështu kur vajta ti i veshur ushtar apo I veshur ushtar. Ushtar ke konkuruar? I veshur ushtar. Po s'kisha ku t'i gjeja dhe rroba civile dhe po doja, kupton. Dhe pas 3-4 ditësh më thret komandanti i regjimentit, më kujtohet, ishte një burr i mrekullueshëm dhe më thotë, hajde këtu, thotë, shkova, unë thash, çka ndodhur? Jo, thotë, qerata i madh, jo, thotë, kush ka dhënë leje që të shkosh, thotë, në Radio Tirana? Shefi shtabit, I thash, shiko, thotë, aty ndryshoi atë çerën, aty u bë më I qershur, më nga serioziteti I komandantit të një regjimenti të madh, siç ishte regjimenti I helikopterëve. Dgjoj, thotë, nga sot e tutje, thotë, ti do kesh, thotë, krahas shërbimit në regjiment, do jesh dhe I jashtëm në Radio Tirana. Ka ardhur një letër që ti ke fituar konkursin për të qenë pjesëtar I kolektivit të Radio Tiranës. Ç'mund të ndjente njeriu në ato momente? Çfarë bëre në ato momente? Por nuk e di, ku diun, fluturoja, isha, domethënë, nuk e dash vetë. Kujt ja the parë këtë lajm? Po sigurisht shokëve rreth të parë, pastaj komandantit që më mbulonte mua aty, e kupton? Edhe shumë shpejt u përhap fjala, e kupton? Fola në telefon me prindrit. I morë prindin telefon? Shokët me të afërt. Çfarë tha babai dhe mamaja kur u the? Po mbaj mend ti mat që unë nga shrye në telefon, e ndjeva që unë nga shrye dhe... Ciao. Po, mirë birë, thot, ti e di, thot, lufto për avenirin tëmë, tha. Është një... Në Vlorë rinde babaj atë? Po, në Vlorë. Është një gjëtha që tu dha, tha, dhe ti kape prej brirë është ta dhe mos e lëshomë. To ishin fjalët e Timeti. Sigurisht që më dhanë kra, edhe unë me atë këmgulljen, sepse përveç kësa ishim dhe këto që kolegët e mi, do me shokët e mi të gjimnazit, ishte dikush për doktor, dikush për inxhinier. Kishin fituar shkollat ato? Kishin fituar shkollat, ata shokët e mi të afërt, ishin në Tiranë, e kupton? Dhe unë kisha marruar me rezultate, do me thënë, jo shumë të mira, po do më dhënë me rezultate mesatare. Se ty t'ishin prerë krahët nga rregulli. Sigurisht. Edhe, do më në kjo ishte ajo atmosfera e asaj kohë, do më thënë, nëntorit 1975-ës. Pastaj më caktuan me një orar nga ora 8 dhe me 11 të natës në Radio Tirana. Dhe çfarë jepi? Jepi edicionin? Po, filloja me të shtunave dhe të dielave që ishte pushim nga profesionistët, unë jepja revistën radiofonike të mbrëmjes që fillonte në orën 20. A të kujtohet edicioni parë fare? Revista e parë fare? Po, dhe çfarë the? Pak I emocionua në kuptimin që, domethënë, si çdo herë parë, në çdo profesion të jetës, domethënë njeriu është I emocionuar. Çfarë the? Ishe vetëm? Sigurisht, vetëm dhe teknika më rrë. Jo, vetëm, jo me partner. Jo, nuk isha... Vetëm, dhe çfarë tha, cili ishe, e manë mund formulën? Po është formula që ishte standard, ju flet Tirana, po japim revistën radiofonike të mbrëmjes. Kjo ishte deviza. Do thënë, ju flet Tirana, edhe njerë? Është revista radiofonike, po japim revistën radiofonike të mbrëmjes. Ora 8? Ora 8. Ua! Edhe më pastaj fillonin muzik klasike, nga ora 8:30. Jo, pritje, kur e the këtë, mbas asaj të morën telefonat, thanat, çfarë? Sigurisht ishin përgëzimet e... Se të ka dëgjuar gjithë Shqipëria? Ishin përgëzimet e
Po, gjithë Shqipëria... Nëntor 1975. Po, sepse televizionet ishin shumë pak atëre. Akoma nuk ishte aparate televizive. Radio ishte shumë e dashur. Radio kishin gjithë. Ishte shumë e dashur në familjet e gjithë secilit shqiptar. Domethënë, nuk ishte familje shqiptare pa radio. Dhe ty të ka dëgjuar gjithë Shqipëria. 3 milion banor. E pa diskutueshme, Tani, ai njeriu që ishte emocionuar më shumë kur dëgjoi zërin tënd. Kush rezultoi? Shefi i departamentit informacionit. Kush ishte ky? Taço Katro. Dhe çfarë tha? Po ata ishin në punë dhe ishin në zyrë, të entuziazmuar, erdhen kur mbylla mikrofonin, erdhen me superlativa, me... Wow! Edhe unë ndjeva shumë, sa do që isha shumë emocionus, do më thënë, po ndjeva dhe unë një knajsi që më vlerësuan, do më thënë, që në startin e parë që unë dola mirë, do më thënë. Babi dhe mamaja të kishin dëgjuar? Po, sigurisht. Fole telefon të dëgjuan birë? Të nesërmen u morën telefon. Po? Dhe qëfar tha mamaja, babi? Ishin, do më thënë, nuk e di, duhet të ndjesh atë ndjesin e prindit për fëmijën. Shumë bukur. Një kënaqësi e jashtëzakonshme. Jo vetëm, po edhe motrat, e kupton, edhe motrat ishin shumë entuziaste, shumë... E mori vesh gjithë Vlora këtë? Po, fillimisht, gradualisht. Gradualisht. Që ky është djali yt? Po, gradualisht. Po i Mara? Po i Mara pastaj gjyshi dhe gjyshja ishin shumë... I kishte në Mara? Po, ishin... Tani, për para se të them që si do kalojnë në televizion, se nga radio në televizion, tani më tregojnë qik për atë Himarën tënde, se më i madh i Marës është Petromarko. Unë besoj që nuk ka më të madh. Ka dhe të tjerë. Më të mëdhej se Petromarko? Ka, tani Petromarko është ka në fushat të ndryshme, ka njerëz që kanë dhënë kontribut me vlera kombëtare të jashtëzakonshme. Mirë, ne mund të themi edhe për George Tenet, ë? Mirë, George Tenet ka zhvilluar aktivitetin, ishte me origjinë Mariote nga Qeparoj, me nën nga Himara, por... Nana ishte nga Himara? Po, nëna ishte nga Himara. Kacelana? Nga Kacelanajt dhe një besë e ti është nuna ime. Për ka pakzuar. Ua. Mbesa e George Tenet. Shefi Cias, për 11 vjetë. Mbesa e babajt të ti. Mbesa e babajt të... Të George Tenet. Të George Tenet. Shefi Cias, Amerikan, 11 vjetë. është nuna ime. është nuna? Po, nuna, më ka pakzuar. Ku të pakzoj? Në kish në Imar. Në cilin vit? Po, sigurisht i vogël. Se në 67-ën... Po, më përpara. Sa vjeç ishe ti? Po, ishi vogël, do më thonë... Po, pse pikrisht ajo? Po, sepse kështu janë këto pakzime, do më thonë... Do më thonë, kjo ka ndodhur para 67-ës, ë? Sigurisht. Në 60? Po, flasim, unë jam i datinjes 55, kështu që është, do më thënë, një kohë, 2-3 vjeç e kupton. 2-3 vjeç të pakzoj ajo? Mbesa babaj të George Tenet. E ke takuar ndonjëherë George Tenet? Jo, nuk kam pat rastin. Po njerëzit e tu, se ka pasur ca kontakte me ata? Po, nuk mund të them, sepse nuk e kemi zënë shpesh në gojë dhe nuk di kush ka qenë kontaktus nga Himara. Unë kam pas fatin, nuk ta kam thënë njërë, që duke qenë se kam bërë një shkrim, edhe kërkesa për intervista, ndaj George Tenet, që përse George Tenet ishte grek, se ke pasur si filloj këtu, George Tenet është shqiptar, a ishte grek. Tani, me pak fjalë, shkrimi ishte në këtë, derisa ai familja e tij pësoi ato që pësuan, goditi nga regjimi komunist. Që atë nuk, temën e këtij nuk e lan për të parë varret e prindërve. Kjo është një dramë. Dhe nga babai, po, se ai nuk ishte, babai nuk ishte nga Imara, atë ishin koka. Ata ishin koka nga Qeparoj. Nga Qeparoj. E jema ishte nga Kacelana. Nga Kacelana, nga Imara. Origjina e largët e tyre 1.600 ishin grek. Por ata ishin shqiptarë dhe koka ishin shqiptarë. Dhe në kujtimet e tij shkruante që unë vi nga një vend nga Shqipëria e Jugut. Kaq e përmend Shqipërinë ai. Dhe i bëja kërkesat e përgjithshme. Njerëz të afërt të tij, një ditë më marrin telefon dhe më takojnë. Këtë fala nga George Tenet. Ky është humori më i madh që mund t'i bëjë një njeriu. Qesha unë. Ore tha shkrimin tënd dhe ja çuam atje dhe ja përkthyem tha në greqisht, në anglisht dhe na tha do të më pëlqeu shumë shkrimi. Prap unë nuk e merrem fare seriozisht, unë edhe sot, do të kur i them atë, ore si tha ti ju më bëri të fala.
Jo, tha, ne kemi kontakte dhe ti besoj, ti e di kush janë këta njerëz. Sigurisht. Janë këta nga jati Koka, domethënë. Dhe ne kemi një marrëdhënie me të shumë të afërt tani, sigurisht mbas vitit 90, dhe ai lexonte çdo gjë nga Shqipëria, por për hir të vërtet, për të qenë korrekt, i vetmi personalitet i njohur në Shqipëri që ka takuar Xhoxhtenet dhe që ka bërë bisedë Sali Berisha. Jo, Mir Sali Berisha si po themi në atë konferencën e famshme. Po, në konferencën e famshme. Jo, ka qenë shkrimtari Nashi Orgaq. Nuk e di këtë. Që ka bërë një ndërmjetësim. Po, domethënë ti më habitet se unë nuk e di këtë që ti pas ke lidhje me shefin. Në 97 nga qenë i marr apo jo? Ja, në 97 jo. Nuk ka qenë. Se ky ka qenë diskutimi dhe debati më i madh këtu. Do të thotë Xhoxhteni nuk ka qenë i marr. Tani, më trego pak për origjinën tënde në i marr. Por përpara se të vim tek kjo pyetje juaj, le të mbetemi tek personalitetet e shjuara të tjerë himariot. Pa mi thuaj një. Ashtu siç përmende vërtet që se më lart se Petro Marko nuk ka. Petro Marko është Odise Grillo, shkrimtari më i dashur për fëmijët. Patjetër se jemi rrit me këtë. Është një personalitet i madh i vjershërimit për fëmijët ku brezion edhe shumë breza. Jemi rritur me të, ka në një që s'ka lexuar një prall nga ai? Me vjershat e tij. Ashtu sikundër korifeu i teatrit shqiptar Robert Nrenika. Origjina e Robert Nrenika është nga Vunoj. Mirë, po thënë nga i marr. Robert Nrenika nga Vunoj. Nga Vunoj, po. Do nga Edi Rama. Po. Edi Rama është nga Vunoj. Nënën ka nga Vunoj. Nga Vunoj, e? Por e që keni nxjerr juve të Bregu të re, por si ka mundësi më njerëzit më të mençur Shqipërisë dalin andaj? Po shiko, Bregu është midis detit dhe malit, i ka të dyja, ka edhe malin, ka edhe detin. Dhe njeriu i Bregut është, domethënë, aq i dashur, i ëmbël, i qetë, siç është deti i qetë. Dhe aq i ashpër sa mali, por edhe sa deti kur është i dallgëzueshëm, me kupton, kur është aq dhe sa mali kur ka suferinë dëbore dhe gjëmime, nga që dhe afër është dhe mali i vetëtimës. Unë them që po themi produkti më i bukur, beautiful mind është Petro Marko. Megjithatë, ti ke atë listën tënde. Dhe ju, konkretisht familja juaj, Gjoka, se Gjoka kështu ngjan si nga Mirdita. Gjoka, sipas origjinës së ardhur, domethënë ne kuptohet që jemi autokton aty, domethënë jemi autokton. Nga i marr. Derisa ne kemi mundur të arrijmë dhe të gërmojmë në histori për të parë se sa larg na shkon pema gjenealogjike e jona. Kemi rritë që jemi autokton, domethënë deri 200-300 vjet, se më tutje nuk kemi shkuar dot sepse nuk kemi patur, nuk kemi gjetur të dhëna, Por gjithsesi është nga ajo e Skënderbeut, do thënë ajo historia që pak a shumë. Nuk kemi gjë të shkruar. Nuk kemi gjë gojdan të transmetuar për të më shumë se sa 300. Teoria është që mirditorët erdhën në atë zonë në 1400, pas vdekjes së Skënderbeut dhe një pjesë ikën në Itali, një pjesë ngelen aty. Nuk duhet të marrim këtë sepse aty ka patur të mirëqen, sepse aty ka patur familje autoktone, vendalie, nuk është se ato treva kanë qenë bosh, kanë qenë pa familje, pa sigurisht që kanë lëvizur, kanë ardhur nga lumi i Vlorës, kanë ardhur nga vende të tjera, nga Korça, kanë ardhur shumë, nga që vinin shumë ustallar dhe shumë shtëpi në krajinën e Imarës janë të ndërtuar nga ustallar, nga Korça, e kupton? Sepse kjo merret sikur pas vdekjes së Skënderbeut erdhën dhe populluan Imarën. Jo, Imara ka qenë populluar edhe përpara ardhjes djalit të Skënderbeut me ushtrinë e vet, e kupton, pas vdekjes së Tiatit. Gjoni, sepse Imara ka qenë sipas leximeve dhe sa njohim ne, domethënë nga të thënat edhe nga dëgjimet, domethënë ka qenë shumë e banuar. Ka qenë shumë e banuar për vetë faktin që kalaja e Imarës daton 4000 vjet. Sipas Jo, sigurisht që ai është vetëm një moment historik kjo që thash. Po, sigurisht është kalaja e Borshit, e kupton? Pastaj kalat të tjera, pastaj më vonë është kalaja e Alipasht e Pelenës.
të cilën ai e gjeti të gatshme, e kupton vetëm sa e rindërtoi, restauroi, e kupton. Tani vim te televizioni tani. Si kalove nga radio në televizion? Ose më saktë, pritjer, këtu njerë ti ishe ushtar dhe paguishe si speaker? Po, merja honorare. Sa ishe honorare? Po tani s'më kujtohet mirë, po merja honorare të mira. Të dilte muaj? Për çdo muaj merja honorare, sepse isha për çdo ditë i angazhuar nga gati 3 orë në. Sigurisht që do bëhet, do rrje tje në repart ushtarak ti? Po sepse ishte ana tjetër që ishin rregullat, kështu ishin rregullat, për çdo bashkëpunëtor që vinte paguaj. Paguaj. Çdo bashkëpunëtor, jo vetëm. Pastaj ti shkoje i veshur ushtar çdo ditë apo? Sigurisht çdo ditë i veshur ushtar. Ushtar ti jepi lajm atij, ë? Po. Dhe sa zgjati kjo që punove në radio? Gati 2 vjet. 2 vjet. Dhe pastaj si kalove në televizion? Pastaj erdha në Akademinë e Arteve, domethënë konkurova, nga që nuk më dilte drejta. Nuk më dilte, po sigurisht kisha bërë një emër. Nga që nuk më dilte drejtë e studimit, vendosa të konkurrojnë në Akademinë e Arteve për aktor. Për aktor. Dhe kë kishin komision? Po ishin korifejt e teatrit. Sa të frikshëm i ishin ato. Ishin me piromani në krye. Piromani kryetar? Po. Ishin rreth 15 aktor dhe përfaqësues nga ministria. Domethënë ishte do të piromani kryetar, po ca antar të tjerë, më thuaj ca antar të tjerë? Po, ishte Violeta Manushi, Sato Ktrova, Timo Floko, Robert Mrenika, e të tjere. Do të kesh në komision këta yjet e teatrit dhe të filmit. Të dridhen leqet e këmbë. Po si fitove? Tani unë isha shumë i përgatitur. Të thash që ajo radio mua më futi në një kanalizim të tillë që po tjetër. Unë fillova të përgatitesha shumë seriozisht me njerëz të mrekullueshëm të ati viti që unë shkova në Vlorë, siç ishte Liza Laska, aktoria jon e mrekullueshme teatrit dhe kinematografisë, Vasilaj Godo, ishin dhe shumë të tjerë që dhe unë erdha shumë i përgatitur dhe çuditërisht unë filloja një material dhe më linin për gjysmë. Thoja pse më lën për gjysmë? Filloja materialin tjetër, stop. A thash unë, do të ta. Nuk, po përkundër, ata të kuptonin me 2-3 fjalë që nuk ka nevojë të vazhdojë shumë. Kur doli në fund, domethënë lista e fituesve, unë isha me notën 10 dhe të tjerët pas me ishin me notën 6 e poshtë. Sa konkuruan? Po ishin gati 150 veta dhe fituan. Do me thënë, konkursi parë me 300 i fitove për radio dhe konkursi dytë me 150 veta. 50 prapë doli pari. Po, në 22 veta që fituan, do me thënë, unë isha prapë. Fitove dhe fillove student në Akademinë në Institutin e Lartë të Arteve. Institutin e Lartë të Arteve. 5 vjet të zuri? Të zuri e 5 vjet apo 4? 4, se u bëj një 5. Aktrimi ishte 3 vjet. Mirë po ne në vitin e dytë, një pjesë nga studentët e aktrimit u vendosi të shkonim në Paris për të bërë specializim ose shkollën për regjizor. Mirë po erdhi një urdhër nga lartë që nuk ka nevojë se ne kemi pedagogët tanë, kemi aktorët tanë të mrekullueshëm dhe ne u përgatitëm dhe për vitin e dytë, domethënë vitin e parë mbaruam për aktor. U përgatitëm shpirtërisht? U përgatitëm shumë shpirtërisht edhe nuk ndodhi, nuk e lejoi partia sepse jo domeninizmat, jo do. Tani ju filluat studimet dhe ndërkohë vazhdonit në televizion? Sigurisht. Në radio akoma? Sigurisht. Po në televizion kur kalon? Në radio dhe në televizion. Që ditën e dytë që erdha në Akademinë e Arteve.